të respektojnë ata që punojnë, ajo shumë, një kolege shumë e nderume, ka qenë një inxhiniere shumë e mirë. Edhe ishtë nervozu, e pyeta, s'po du me ja përmenem, po e pyeta, dhe çka ke? Kështu kesh të në shërbimin komercial, na dhe i prodhojmë blokat, na ballafaqohen me probleme dhe nuk doshtin i dojës tem, tha, me mja caktu një kohë pak ma shpet. Ama atë pagesë, unë se kom ditë për konfort, kur e posh, ishte ai profesori, si më karcu. Edhe shkova. I thash ati drejtore komercial, thash të fote që të njeri në regjistër për nesër. Pa tha, s'kom kohë edhe që, thash fote. Edhe e fote. U ktheva, ja dhash pagesën asoj kolegës, thash, hajde merë në nesër. Po kur erdhë, aj me marrë mërë materialin, kur erdhë i thot, hajde ta falemderojmë atë kolegën, aj se ka ditë kush jam. Hini në zyre, më pa mu, u zbe, i humbi rruga, thash ordra, unë, shkape një kafe, sy pika s'kafja, edhe tha falemderit, thash unë i tregova, unë e kom bo këto për hirtë kolegës time, e kom po emnin të ndje, për këto kom bo për ty se kësha bo kur njët. Cili ka reagimi i ti kur i the kështë? Pa tha të këmë kërkuj herë fale, apet për kërkuj kur njës të më fale, edhe kështu shkaj. Dhe më thonë, e mbanë men prej asaj kohë këta. Po kja e është qërë, nëse ti ja bën në zonësit, një pa drejt, një në zonësit, edhe mos prit mira, mos prit mira. Pa drejtësi ka qenë. Ajo shumë pa drejtësi e ronë ka qenë. Për një intelektual, tu e pa qëfar hartimesh, s'tu e lypën atë hartimin të në gjithmonë. Pa, hajde të qitë në komision qatë hartime edhe vlerësane, se qitë. Dhe me thonë, ti po e të regon dashurin e madhe që e ki pas për shkollën, shkrimin. Fatbarsisht, nuk kena pas një tradit familjare shkollimin, po e kena pas një tradit familjare që ka dosht shkollimin, e ka përkra shkollimin. Nëse kulla jonë ka qenë mësim, aty kena mësu shumë sene. Në kullën tonë i në ardha betarët e para Shqipe. I ka prua sa Prishtina. Në kullën tonë u ardha betari e dytë. A betari e parë ju ka djegë gjyshit tim në sobë, me gjithë pushkë. A betarin e dytë u ardhë udhba para luftës dytë botnore, ata të serve. E kanë gjetë në dalap edhe ku është, dhe me thonë edhe dalapën e kanë ditë koha. Po, për abetarës dytë, kanë përfitu shumë njerëzi. Se vllai gjyshit, ka qenë autodidakt, për abetarës të parë ka fillu me mësu, edhe abetarën e dytë e ka perfekcionu, ka ditë me shkru edhe autodidakt, edhe të serbokratisht edhe shqip, edhe mesin atyne i ka pas 3 njerëzi që i ka mësu në malë. E ka mësu një mik tonë shumë nderuar që na kanë ndihmu shumë neve Fazli Kajtazin. Sidomos mu në ato krizat që i kom pas politike, a i më ka dollë kraj malë. E ka mësu i Merveline Qybreli që ka punu në punës në komunë të atëhershit servicës, po si ka mësu edhe ka drejnuar një burë shumë. A mund të shmë nga të regu për rinin sot, po e cekë që ju vazhdimisht keni luftu për mësim, për me marrë dije, qëfar mendimi ki për rinin sot? Apo lexojnë sa duhet? A ka ndryshu prej kohës juj? Drejtë me thonë, këtu duhet me bo ma shumë Ministria e Arsimit. Se po mendoj? Po mendoj ma shumë më flitë edhe në për televizione, për shkollimin, për shumë më tema. Sa na dalin aty me lloj temash, edhe për mu cila jak në kësaj përgjegje dhe ka të koti. A menon që edhe teknologjia pak? Unë menoj se edhe në atë kohën radio-televizionit Kosovës, ka qenë shumë ma edukative programi për të ri.
shumë ma i kontribu se sot. Sot shumë pak flitet për shkollimin, shumë pak flitet për gjona që i neve na vjen jetën e përditshme. E jo me fol për gjona koti për shembull me dalë pyetëm për qita, shka fiton ajo? Shka fitojnë të rritja saj? A menon që edhe pak liria e tepër që po i japin rini sot, po e bojnë me deviju? Po që kja liria e tepërt, edhe dhuna e tepërt për para e në konë dy faktorë që a utan, për shembull, dhuna e tepërt e ka kriju pasoja, po edhe kjo liria e tepërt po krijon pasoja. Po fatbarësia është që 3 tonë, për shembull 3 tonë, sa të bëshqo sa mirë lujnë, edhe kanë barkun bëllë, mushur. Unë jom njësë me bokmisri për Rakinice, atëherën në Sërbicë, 9 kilometra, edhe me bokmirësit, me naj padligjana, me naj speci më këthy, edhe që shka ke pas, jetën e të mërshme. Indëruma, mund është më nga të regu pak për atë kohë, për nonat, vështirësita e tëmve që kanë hek në atë kohë? Po dhe gjë, nonat kanë vujtë shumë, kushtet ekonomike. Na si familje këna pas për më ngronë bëllë, po nuk e pas më vesë si duhet, o gjithjen nuk ka pas dalimet më dha në këtë drejtim. Ke pas dalime, ka dikush ma shumë lopë, ma shumë tokë, po s'ka pas një jeta e parafërme, gati i barabartë. Edhe na drejtim, për shembull, kush ka pas nonën e vyne, a i ka lullzu edhe në tesha kur o dalë, na tash njerëzit, zoti si ka fol, njerëzit krejt njëjtë. Nona jam ka qenë shumë e vyne, njofne. Kysh më manda ushqimin për nesërmen, ose kur këthejsha prej shkolle, ushqimin e ndonë për më ngëron, ato këtonë. Po, atëherë e tilë ka qenë. E ka pas edhe atë lezetin e vetë kjo kohë? Ka qenë harmonia me modhe, ka qenë mirë kuptimi me modhe, ka qenë edhe besa dhe dhimta me modhe, po më duke ta. E tash është modernizuji, ata kanë gjitha i kanë, edhe mendojnë se nuk mendo kush për fukara Allahun, kanë jetut, ka përcy këtë fazën e vërë. Po nuk lodhen fort për. Edhe më nështë e kanë ma mirë, ka për ngronë sot dhe nesër smërsitën. Do me thonë sot i kanë gjitha dhe si janë të knaqën, do me thonë kanë kërkesat pa fundme, rinia sot. Ndëgja, kërkesat janë të mëdha. Shafun e... Kuptoj që edhe ju keni pas të kërkesa, po për shkak të vështirësive, jetës ronë që ka qenë. Ne kena ditë sa mundet me lo familja. Për shembull, unë edhe pse isha një ndërnëzën se më të mirë, pushtetës më ka dho kur bërsë. Ndajshin bursa me arko. Pas taj fillun ato shtyrjet politike, demonstratat e vitit 1968. Ata hapën një drejtarët në drejtshme për Kosovën. U bon një punë shumë e madhe. Dullë në diskutim Kosova Republikë. Kush diskutoj për Kosovën Republikë, pat pasoja dhe masanej. Që do mos na shka ishëm të ri edhe ishëm me detyra me shku me full në për fshatra, neve mon, na kush e qelem gojnë smurëm, më bërë skor, edhe na futën me të farë vijashëm, me të farë si theshen, edhe kështu. Dhe me thonë